Qetësia dhe dashuria janë dy element që me sa duket nuk do të shikojmë për një kohë të gjatë midis Brikenës dhe Mateos. Sërish midis tyre ka hatërmbetje, ka situata që nuk i pëlqejnë se si veprojnë me njëri tjetrin dhe dua të jap atë që unë shikoj dhe atë që unë kuptoj. Sigurisht që jam në këtë situatë me Brikenën pasi të dy në këtë lojë si Brikena dhe Mateo janë prezantuar dhe po e udhëheqin veten si personazhe njerëz dhe jo si personazhe lojtar. Tani çfarë ka bërë Mateo që është mërzitur Brikena? Epiqendra dhe pikpyetja dhe strumullari është Selin, e cila me sa duket edhe kësaj here nuk ka nevojë të lodhet, edhe pse ka një lloj përgjumje dhe nuk është se ka një lloj angazhimi të madh në lojë, ja bëjnë të tjerët lojës, ata nuk e kuptojnë që duke e sulmuar apo edhe duke qëndruar me të apo duke bërë çfarëdo lloj veprimi ja shërbejnë dhe ja ofrojnë asajt si një situatë e kjo gjë del në prime e pastaj del dhe flet Selin e këta të tjerë t'i mbajnë isën dhe e dëgjojnë. Ishte një bazë që kishin vënë për situatën me ninjat që nëse Mateo do t'ishte ninja do t'u hidhte tek pishina e bëri këtë bastin me Selin, nëse nuk do t'ishte Mateo siç pretendonte Selin që ishte Mateo dhe Rogerti dy ninjat para disa ditëve, do t'ishte Selin që do t'u hidhte me rroba në pishinë. Çfarë ndodhi? Dje pas dite, Mateo ju kujtua ky basti dhe mori nga krau Selin dhe le të themi tentoi ta hidhte te pishina, por që nuk ndodhi. Çfarë bën banorët e tjerë? E nxitën si situatë, ja bën të madhe dhe ja bën le të themi sikurse çfarë kishte bërë Mateo. Nuk është hera parë që hidhen pikpyetje, edhe vet Mateo ka pasur ballafaqime me Selin duke thënë që ti ke shfaqur pëlqim për mua, ti ke dashur këtë lojë ti ashtu ti e kështu, edhe në prime ka dalë sikur Mateo ka një lloj ndjesie, gricet apo kërkon të ketë një lloj raporti miqësor që keq kuptohet dhe duhet të stopoj, patjetër që duhet të stopoj. Unë jam drastik nëse do t'isha në Big Brother, nëse diçka nuk shkon në atë që ti ke dhe në atë që ti pëlqen, dahu, se nuk është tragjike, nuk u kuptoj pse duhet të merren të gjithë me Selin, se siç u shpreha, i japin asaj avantazhe në lojë dhe e ngrejnë dhe padyshim publiku thon për sa kohë këto merren gjithë me Selin, pse të mos e votojmë këtë dhe pse mos ta fitoj kjo Big Brotherin. Sigurisht që Brikena qëndrimit i ka të forta, drastike, mërzitet, preket edhe kur kishte një puthje dhe më pas një puthje tjetër, kishte një lloj qasi dhe një lloj pamje se kur do t'i shikonin çift edhe pse Brikena ja sqaroi që me mua puthje në përcepa në për kudo në shtëpi këto pllaqitjet nuk do t'i kesh se un jam tradicionale, familja ime nuk më ka parë dhe nuk dua që ata të mërziten apo të më shikojnë në këtë lloj dimensioni dhe pse për mua duhet ta jetosh atë Big Brother pa pasur këtë sikletin, pa pasur këtë merakun se në fund të ditës ti po shkon bën puthje, po ke një lloj afërsie dhe ke një lloj ndjenje për dikë që ti e do dhe nuk po e bën me detyrim apo në kuadër të lojës, se kjo kuptohet që i kam ndjesi të dytë të vërteta dhe pse brenda shtëpisë së Big Brother gjithmonë ka pikpyetje për atë që banorët bëjnë, sa është e vërtet apo dhe sa është lojë. Prandaj them që heqi TikTok i shkuptimet, pastaj edhe duke marrë të gjithë injorimet që Selini bën Brikenës, duke ofenduar, duke i thënë shtati pyll, mendja fyll, pra duhet të mbaj edhe Mateo një lloj qëndrimi, edhe tani po i dëgjoja duke i thënë Selina Mateo si pi ujë, lau nga arroganca që ke, pra e shpërfill e nënvlerëson e shikon si diçka të vogël, ndërkohë që Mateo me atë qasjen që u kam parë është shumë miqësor dhe nuk do që të ketë polemika, ndjen një lloj aleance, edhe pse disa mund ta ketë si një lloj strategjie që Mateo mund të përdorë që Selin të mos çojë në një televotim kokë më kokë atë dhe Brikenën apo vetë ajo nuk e besoj që i ka hyrë kaq shumë felli sa për të krijuar një lloj raporti, se Selin ka treguar që nuk të fal edhe nuk ka mëshirë për atë lojën, por një pjesë që nuk më pëlqen që është kthyer si një lloj zari, është padyshim shndriti se është sa këtej sa andej, pasi bëri biseda të gjatë me Mateon, të gjithë këto që i tha atij, sikur e nxiti kundër Brikenës, sikur i vuri një lloj trysnie për ta tejkaluar këtë raport dhe për të qenë më në pan në lojë si lojtar se sa në raport me Brikenën, më pas ja tha malin me gjëra Selinit tek dhoma e gjumit ku ishin
bashkë. Më pëlqen ky nxitsi edhe ky tinzari i keq që po bën Shëndriti, ky që edhe femrat e tjera i ka cilësuar si bushtra, por në prime nuk dalin këto, dalin budalliqet e tjera që bëjnë banorët me krye Rogertin, i cili ky fundit në një bisedë që kishte edhe me Mirin sërish diskutojnë Selinin, por po çuditem nga miqësia që ka Selin me Rogertin, por pa shkuar këtu duke përmendur edhe pjesën e Shëndritit dhe Miri e tha që Selin është si një lloj gjarpri që fut Shëndritin për të bërë këto betejat e saj apo për të dhënë sinjale për të ngacmuar, për ta bërë ato trurin dhall të Mateos edhe të Brikenës, pasi për Rogertin dhe Mirin Shëndriti është si një lloj truri në atë lojë që jep dhe ushqen banorët me fjalë apo edhe me narrativa apo edhe me qasje se si duhet të sillen, por sidoqoftë jam realisht i pataksur nga kjo lloj miqësie që tani ka Rogerti me Selin, po i dëgjoj ditën e djeshme duke shkëmbyer biseda për jetën jashtë edhe sot duke treguar se si është një 24 orë e tyre përtej mureve të shtëpisë së Big Brotherit, edhe ndërkohë që janë të dy të degeneruar nga fjalët më të ulta, më të shnjërzore ndaj njëri tjetrit, edhe të kenë këtë lloj bisede kaq shumë miqësore. Unë jam drastika, kam thënë edhe tek një sondazh që kam bërë në Instagram se nëse do të kisha të njëjtën pozitë ku është Selin që ka marrë degradimet më të rënda nga Rogerti dhe tani të kthehet në një lloj miqësore, i shkon tek dhoma rrëfimit, hajde Roxhi, e fton, edhe kur u fut Landi, bëri një lloj provokimi, duke i thënë Roxhi që ky çeka tenxhere ka pakun pra për Landi, shokun e Mirit, si i hodhi ky disa batuta, komshie, krevati, një lloj qasje që me të vërtet, me një lloj batute, Selin erxoi të gjithë futjen e Landit dhe e shumëzoi me zero të gjithë mesazhet që donte t'i jepte mikut e tij të zemrës. Kam pyetur audiencën se si e shikojnë këtë raportin e Selinit dhe Rogertit me dy pyetje. E para është normale pasi është pjesë e jetës të keq, biseda si miq që kanë votuar 24%, kurse më shumë vota, 76%, ka marrë përgjigje që janë fake, bëjnë gjithçka për lojë dhe pranojnë gjithçka, diku tek 700 vota. Dhe për mua nuk është shumë e bukur, nuk është shumë e fishme, nuk e konsideroj, nuk e konceptoj dhe nuk e ka përdit dot dikoj që të më thotë mua ti je një mbetje trupore Dubait, ti je kështu e ka degraduar, ti je vetëm përfituese meshkuj, ti je ashtu e baba jot në burge. 99% të zezat ja ka thënë Rogerti Selin, edhe kjo e fundit i kanë thënë gjëra, ndërkohë që çfarë bëjnë biseda miqësore, pra po kthehen alat në miq tani. Hoqi Rogerti Juelën dhe po bën mik Selinin, mbetet për të parë, por në këtë Big Brother me sa duket, sa më shumë të degradosh, aq më shumë kthehesh pastaj në mik edhe në një situatë tjetër. Por ajo që nuk kuptoj në provokimet që bën Rogerti, sërish duke prekur dhe njerëzit jashtë në një bisedë që kishte me Mateon në lidhje me pyetjet që i bënte pse je kaq shumë homofob, je i tillë apo nuk je i tillë, dhe Rogerti çfarë i bën, i provokon që thot si edhe gjën më të shtrenjtë që ke dhe ta provoj unë jam apo nuk jam homoseksual. Pra kjo lloj banaliteti, kjo lloj gjueje kaq shumë me rrugët, kaq shumë me ulot, prekësh në familje apo dhe në njerëz që ti ke të shtrenjtë për të vërtetuar Rogerti që nga mashkull nuk është e hishme, por u mësuam me të keqen dhe nuk e nxjerrim dot për sa kohë vllai i madh mban aty se publiku që në ditët e para do ta nxirrte siç e ka nxjerrë me votë publike që kudo komentohet negativisht, edhe pse ka të sensin e ngacmimit deri diku të mirë në ujërat që ai bën që provokon gjithë situata, por me degradimin, me ofendimin, me ato kërcënimet, me prekjet e familjarëve, për mua është e tepërt dhe duhet t'i vihet një lloj limiti, pasi po kthehet si një lloj rruge e shtruar ku nuk kanë më kujdes, ca nxjerrin nga goja. Mirë fjalët që edukatën qytetare kanë zero, pothuajse të gjithë, se me kokra janë ata që nuk kanë degraduar në nivele të ulta, por ky është Big Brother dhe këta janë personazhet tanë. Sidoqoftë, doja të dija mendimin tuaj për këtë raport tani më që ka Brikena dhe Mateo, ku dhe në rrjetet sociale janë ndarë në dy pjesë, ku disa mbështesin Brikenën, që për mua më jep një lloj vibe të Luizit, i cili mbronte qarë nga gjithë ata aty brenda. Brikena nuk flet me askënd për raportin që ka me Mateo dhe kjo është super good. Këtë gjë e ka treguar që e mbron dhe nuk i jep informacione të tjerëve, ndërkohë që Mateo e bën edhe të bisede me Shëndritin, po edhe me të tjerë duke i ndarë ose duke qarë hallin pozitës
ku është, ku se Mateo në shikoj më së shumti edhe si që bënte Kiara që qëndronte me Oltën, armikën e Luizi, dhe kjo gjë pa diskutim që e shqetëson partnerin tjetër, pasi thot, po prit o vlla, se unë jam këtu për ty, jemi të dy për njëri tjetrin, pse duhet të shkosh ti, të dukesh pastaj ti sikur do të përfitosh nga Selin, sikur ke ndjesi, sikur ke një lloj interesi, por edhe nga droni që shkoi sot në shtëpi, besoj që situata do të jetë ende në këto ujëra të një lloj jo qetësie, se në dron u thoshte Brikena ki kujdes nga Mateo sa i për të përdor për lojë. Interesante është e çuditshme edhe ky raport që unë thash, tani nga armiq në miq Rogerti dhe Selin, edhe Miri që e kemi thënë dhe e kemi parë dhe është komentuar që është në atë gjumin e tij e ka hipnotizuar Rogerti dhe sikur ka ngecur te krevati dhe mesazhet që i dha Landi sërish për komshien, kisha fjet, pra ishin të tepërta në ditën e 90 ca që jemi ne, ku kjo gjë do të merrte një lloj kthese tjetër, por më kryesorja, por po se tipni mendimin tuaj për këto situata që po ndodhi në shtëpi, edhe me këto befasit e lezetshme të mos reagimit, është edhe ti bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.